Përshëndetje miq. Plot miq të mi, plot njerëz që njoh kam probleme me internetin e tyre në Android, në internetin e kartës, pra me ofertat që bëhet zakonisht nga Vodafone apo nga firmat e tjera telefonike. Është një mënyrë për smartphone-at Android, të cilën ne mund të aktivizojmë internetin në smartphone-in ton. Pra, gjëja e parë që do të bëj është shkuar në setting. Do të them mos harroni që kjo është vetëm për Vodafone. Procedura është e njëjtë për të tëra kompanitë, por me që unë kam kohë që përdor Vodafone për arsye e personale, nuk i di sa është kodi apo username-i i kompanive tjerë, por gjithsesi procedura është e njëjtë. Pra, do shkojmë gjithmonë ke setting, do të gjeni çfarë do smartphone-i qoftë Android, do të keni se s'bën një mobile networks. Access point name dhe do të keni bosh. Pra që nëse interneti juaj nuk hapet, do të thotë që access point name-i është bosh. Ne do hapim një të ri. New. Emri është Vodafone. Okay. Access point name është Vodafone Web. Vodafone Web. Në rregull. Porta është opsionale, mund ta vini ose jo, po unë po e vë për siguri që zakonisht është 8080. Username është internet. Internet. Passwordi është 4 pesa. 1 2 3 4. Ok. Tani mjafton ta shpëtojmë, ta sejvojmë. Shikoni, u hap një access point name i ri. Mjafton vetëm ta zgjedh. Dhe tash duhet hapet interneti, do të japë një shenjë 3G lart. Në të shohim. Ok, nuk e kam klikuar tu. Ok. Normalisht në kamera gjërat asgjë nuk shkojnë ashtu siç duhet. Gjithsesi tani do të kem internet. Ok. E vënoj. Nuk e di pse pati këtë vënes, po gjithsesi tani do të kemi internet. Ok, të provojmë të hapim internetin. Në rregull. Si shikoni, unë kam shenjën lart të internetit dhe u hap Google-in. E tani kam internet nga karta ime Vodafone. Pra mos harroni që kjo procedurë është vetëm për kartat SIM Vodafone. Procedura është e njëjtë edhe për kompanitë e tjera. Por duhet të gjeni, duhet të kontaktoni dhe të gjeni internetin, username dhe passwordin. Se secila kompani ka të ndryshme normalisht. Ok, miq, kjo ishte video që do të bëja për sot. Ju lutem më mbështesni, më bëni subscribe, like, për çdo pyetje shkruani te komentet poshtë. Unë ju përshëndes dhe takohemi në video tjetër. Mirupafshim.